إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të përzemërta dhe më të mira që i takojnë madhështisë tij. Vëllezër motra të nderuara, e falenderojmë, e madhërojmë dhe lartësojmë pafund atë i cili na krijoi dhe nuk e pam neve asnjë të mirë dhe asnjë gjë të begat vetëse për madhështisë tij, për bujarisë tij. Nuk i pam ne këto të mira vetëse nga që ai është dhuruesi i madh. Themi si në çdo xhuma, i madhi Allah na ruaj nga keqja e punëve tona dhe e veteve tona. Sepse vëllezër dhe motra të nderuara, nuk e shkatron asgjë tjetër njeriu vetëse e keqja që e ndjek vet dhe e keqja që e mbjell në shpirt po vet. Se i madhi Zot dëshiron për njeriu më të mirën. Dhe ai këtë e ka tregu me vepra kur na krijoi dhe na mbuloi neve me të mirat e tij. Dëshmojmë me i dëshmi të madhe në këtë xhuma që sunduesi i madh i gjithësisë është një dhe një i vetëm. Dhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte njeri si gjithë ne, i veçuar me shpallje hyjnore, i veçuar me Islam. Për zërin ma boni pak halal, sepse me i grip të vogël dhe ndoshta s'del. Ato që janë jashtë mendojnë se është e ma gjuman në i tjetër. Kështu që gripi vogël jo i madhe, elhamdulillah, që na mundson neve që atë që kemi bon jetë me e folë do ta flasim. Sot po shikojmë çudit madhe që po ndodh. Tani njëri më fajtor se sa tjetri i bjen kësaj. Se dëgjojmë njerëz që shkojnë edhe në për shkolla që është djepi i shoqëri, është djepi i diturisë edhe i edukatës, dhe nuk e kam për problem që rrotull shkollave nga herë dhe brenda në shkollë dëgjojmë që se kam problem me shitë edhe drogën. Se në për lagje, në për vende ndryshme ka qenë, vazhdon të jetë, inshallah s'do jetë për shumë kohë. Tani sfida e madhe që ndodh është që gjithë secili që është bërë prind mendon, ku do më shkoj fëmia? Qa vlere do më ketë familja? Disa vende sot në Europë kanë ra shkurt, thotë s'bëjmë fëmijë fare dhe jemi rahat. Po kjo nuk është zgjidhje e sistemit hyjnor. Kjo nuk është zgjidhje që vjen nga i madhi Zot. Kjo ka ndodhur në disa vende të Europës apo dhe më gjerë, sepse çalon edukimi i fëmisë dhe ai kur shkon 18 vjeç nuk e shikon më prindin. Dhe prindi ka dalë në këtë analizë matematikore që unë deri 18 vjeç shpenzoj shumë për të arritur 18 vjeç ky s'm shikon më, apo vetëm për vitin e ri mboni telefon si ja ke qenë mirë dhe më mirë këto të holla apo i harxoj për veten për pasionet se sa unë të lind fëmia dhe ta edukoj apo ta arris atë dhe pastaj më largohet mos më shikoj. Dhe kjo ka kriju një plagje të madhe në kontinentin evropian, po edhe më gjerë. Sepse sistemi hyjnor gjeti zgjidhje të tjera. I madhi Zot Xhelle Xhelalu wa taqaddaset esma'u ka zgjidhjen e tij hyjnore, e cila është ajo realja dhe kush e praktikoi atë e pa dobinë e saj. Ajo që më shkon në mend edhe që se kuptoj dot, se si mund t'i bëj dora dikujt t'i shesi drogën fëmis. 14 vjeç, 15 vjeç, 16 vjeç. As nuk e mendon për i qasë që ai është fëmia dikujt që jeton një familje. Dhe im qofë se 14 vjeç, 15 vjeç, 17 vjeç, 20 vjeç, futet në botën e drogës, ai s'është më bukur gjë, ti i ke shkatru jetën për 2 lekë të holla që i ke bërë si Zot. Haram, i madh. Zhlerë të pati ty, ajo pak lekë që shkove u artove me femra, e ngushtove veten dhe e bëre femër, dhe i shet apo për një makinë të bukur, haram i madh, dhe ti morën qafërinin ton që në qofë se futet në botën e drogës apo të veseve tjera, s'po kemi mundësi sepse fjala nuk i shkon
se njeriu kur është në efektin e drogës apo të veseve të mëdha nuk ka kohë më të dëgjoj ose të shikon në sy, po nuk është duke të kuptuar sepse është në efektin e substancave që shkatrojnë njeriu. Tani shkolla po na rezulton që s'po na edukon fëmijët, as me arsim, as me edukat. Shoqëria gjithsecili po shikon veten e tij. Biles po e shikon njeriu tjetër si konsum. Se nëse tjetrit i shet drogën, e ke pasi armik, e ke pasi diçka pa vlerë, e ke pasi diçka e kot, e ke pasi diçka që ai nuk vlen fare. Atëherë ne kthehemi në institucionin e madh, që ka qenë gjithmonë që nëse babai dhe nana janë zot ta edukojnë fëmin, atëherë ka ngel klasë gjithë familja. Por hapat e para që tregon Islami është që ti nuk ke mundësi të edukosh fëmijën nëse ti si e ndërtuar dhe bashortja jote s'është ndërtuar. Si dha ai Omerit të madh, Ibnul Khattab, shkoi dhe u anku baba për fëmin, s'mdëgjon, s'është i respektueshëm, ngren zërin dhe u mërzit Omeri. Tha thirreni fëmin këtu. Dhe i tha ti pse me prindin je kështu? Si dinti ajetet e Kuranit, si dinti ata që ka thënë profeti alayhis salam, nuk jeti pajis dhe të mbartësh edukatën e madhe të Islamit? Tha o i drejtuesi besimtarëve. Tha as i shkruajnë Kur'anin s'ma ka mësu. Tha emrin ma ka vendos të keq. Nanën vetëm shan, se ka zgjedh siç duhet. Ju kthye Omeri babait dhe i tha, ti e ke fajin, thash pasojë jotja. Dhe këto që shesin drogën sot po marrin qafrinin ton, këto nuk janë edukuar mirë në gjirin familjar këto. Faji shkon nga nana ke babai. Që në fakt s'pati çfarë me marr në materializëm e tmerrshëm komunist që u shkatru njeriu nga feja, nga prona, nga pasuria dhe nga çdo aspekt tjetër. Se gjërat kanë etapat e veta që vinë. Dhe sot jemi në të kaos madh ne. Prandaj Islami thotë zgjidhe mirë bashkëshorten. Të rinë dhe të rejat nderuara. I them motrave muslimane, zgjidheni mirë bashkëshortin, se do vuani gjithë jetën pasaj. Se të ndërtosh një fëmijë të mirë, të edukuar, apo disa prej tyre, ka nevojë që edhe bashkëshorti dhe bashkëshortja të jenë në nivelin e kërkuar. Islami thotë, një bashkëshort apo bashkëshort i pasur, zero është. Zero. Një bashkëshort ose bashkëshorte, e cila është me famë apo me emër, apo me pushtet, Islami thotë zero është. Dhe i klasifikoi Islami të gjitha jashtë asaj që është besimtar apo besimtare e mirë dhe njëri i kulturuar dhe me etik, tha të gjitha këto shkojnë zero, 10, 20, 100 zero shkojnë. Tha profeti alayhis salam, merre tha fetare dhe me fet mirë dhe me moral të mirë, tha të lumt pastaj. Dhe tha Islami, ai që është me fe ose ajo që është me fe vlerësohet me 1 dhe kur vlerësohet me 1 gjitha zero që ishin mbrapa marrin vlerën e vet. Njëshi bëhet 10, e bëhet 100, e bëhet 1000, e bëhet 10.000, e bëhet 100.000, bëhet 1 milion dhe 1 miliard. Po pa njëshin gjitha ngelin zero, kush është? Të besosh thellë me dashuri të madhe ke fuqi ploti. Të besosh arsyeshëm, logjikshëm, moralshëm dhe në mënyrë vizionare në atë fe madhështore që na zbriti Zoti i gjithësisë. Ti dish gjërat mirë, mos të bish ngraskat e shejtanit mallkum. Dhe t'jesh ti si individ i formuar, të marrësh një bashkëshorte të formuar ose e kundërta kësaj, atëherë ti do shikosh që do rriten fëmijë të shkëlqyeshëm. Islami i madh i Zot, kur themi Islami, kemi thënë sunduesi i madh i gjithësisë, i qofshin falat i neve. Thot, shikoje deri në çfarë detajesh që në fakt kthehen gjëra bazë. Janë detaje që s'duhen haruar që kthehen gjëra bazë. Thot, kur afrohet bashkëshorti ke bashkëshortja me njetin që i madh i Zot i furnizoi me fëmijë. Thot, sa afrohet ka jo, thot, Bismillah, Allahume gjennibna shejtane, o gjennibi shejtane ma rëzëkta. Tha, gjëja parë që thot me emrin e të madhit, Zot i madhi, Allah na largo shejtanin dhe na largo shejtanin nga ajo që mund na furnizosh ti ke fëmia. Thot, nëse këtë e thu kur je me bashkëshorten tënde dhe ajo është çasti që ajo mbetet shtatzon, shejtani gjithë jetën e fëmijës nuk ka forcë ta mundi atë. A kuptove të begatofti i madhi Zot pse po vuhet? Sepse fillon çdo gjë pa bismillah. Hasha lillah, po fillon bismi shejtan, me emrin e shejtanit, dhe shkon jeta gjithë me veset e tij. Kur fillon me emrin e Rahmanit, çdo gjë shkon ashtu siç duhet.
Foli Islami, foli bukur, foli Sundusi i madh i gjithësisë. Tha kur lind fëmia, nëse të furnizon i madh i Zot, mos të paft Allahu me të mira. Thu lindi çun, po shkoj ta pi i gotë sot. Mos. Këto traditat e çuditshme që kemi ne. Thot gjëja parë, i bab i shëndosh, se bashortja sa ka kalu dhimbjet e lindjes, i baba i shëndosh, pa vese. Shkon dhe e merr fëmin, gjëja parë, la ilahe illallah. E merr fëmin dorë. Zguxon me folas i gjë tjetër. I besimtari i mirë, po them. Një që e ka rënjos Sundusi i gjithësisë besimin e pastër në shpirt dhe në zemër, i këndon ezanin Muhamedi në veshin e djathtë. Me qëllimin e madh, me vizionin e madh dhe me kuptimin e madh që ky fëmijë do dëgjojë ezanin Muhamedien, fjalët e para se me ato do jetojë, me ato do vdesi, me ato do dali përpara në ditë gjykimit. Fëmia duhet me dëgju Allahu Ekber, Allahu Ekber. Duhet me dëgju ashhadu an la ilahe illallah. Kur ti dëgjoj këto, simboli i kësaj, qëllimi i kësaj, kuptimi i kësaj është që me këto do jetoj, me të madhin Zot do jetoj, nuk mund të jetoj me gjë tjetër. Ky është njeti i prindërve për fëmijën e vet, sa ato duan ta shpëtojnë, ato duan ta ndryshojnë, ato duan t'i japin rrugë dhe ato duan që ai të begatohet në dy botët. Kështu na shpjegoi neve Kur'ani, kështu na mësoi neve profeti alayhis salam. Ky është mjalti i Islamit dhe këto janë perlat e tij. Pastaj bëhet i kurban për fëmin, si falenderim dhe jepet i sadaka e vogël, si falenderim te i madhi Zot për atë dhuratë madhe që dha. Shumë nga njerëzit i jep i madhi Zot fëmijë dhe e quajnë diçka normale. Shko pyeti herë ato që s'kan, pyeti herë ato që s'kan. Pyeti ti të begatoft i madhi Zot ato që ja mori Allahu dhe vdiqën. Pyeti këto, ta kuptosh ti dhuratën e madhe që ka bërë i madhi Zot me ty. Prandaj bëhet akika që quhet. I jepet një sadaka e vogël dhe i vendoset emri natën e parë apo ditën e parë kur lind deri në ditën e 7. Dhe i vendoset emër i bukur, emër i shkëlqyshëm, emër i mirë, se në bazë të atij emri ai do thirrë dhe do të krijojë psikologjinë e tij. Gjitha këto që tham, janë hapat e para kur ti je një prind i shëndosh dhe dëshiron që fëmijan mos të vijë ke shkolla ai të ta vendosin botën e drogës, se ti e ke skalitat e me urry drogën. Mos vi tjetri ti tregoj që kënaqësia është ka alkooli, pa ai ti thot ignoranca është ka alkooli. Mos viti kush i thot që po zbëre imoralitet, je jashmode, po ti thot ka modën e Islamit, e cila është e përjetshme, jo modat e ndryshme që lëvizin çdo 10 vjet, prandaj largohu se ngel në klasën e jetës. Kur ja jep ti diapazonet fëmis me kujdesin e të madhit Zot, dije sepse ai do të ecë në rrugën e mbar. Fëmia ka nevojë për gjë të madhe. Është vërtetuar sot që krimet më të mëdha, zullumet më të mëdha i bëjnë fëmijët që janë rritë në i familje të dhunshme. Ti ke pas bërtit si i burri fisshëm, e zërin gjithmonë të lartë sikur që je. Linde fëmijë dhe ti nuk shkove në pjeguri, ti prapë vazhdon po isoj, fëmijën e ke dëmtuar nga ana psikologjike, drejt botës krimit e ke çu. Del ti dhe godet në syt fëmijës nënën e ti, i dhunshëm del ai. Ti në familjen tënde si musliman dhe muslimanet begatoft i madhi Zot do edhësh elementet e dashurisë, elementet e mëshirës, elementet e dëmshurisë, elementet e butësisë islame dhe do shohësh që do të dali i fëmijë i dashur me njerëzit, i mëshirshëm me njerëzit, i butë me njerëzit, i dëmshur me njerëzit dhe në veçanti me ty që je babën nën, në veçanti me bashortën e tij, në veçanti me vllajin, me motrën, në veçanti me fëmijët. Prandaj po na dalin të çuditshëm se rriten në familje jo shëndosha, në familje që ka dhunë, në familje që bërtitet, në familje që fliten fjalë jashtë moralit. Çfarë pret me të dalë atëherë? Nëse ti shkon me këmbët e tuaja, i dehur çfarë i ke dhënë fëmis? Nëse ti si baba je vetë në botën e drogës, çfarë pret i japësh ti fëmis? Nëse ti të ka parë nuk e kapur një herë librin të lexosh, ku do të shkojë ai me diturinë? Nëse ai sa të pa që u rrit dhe derisa dhe shpirt nuk ta dëgjoj një fjalë të mençur, një fjalë të vyshme, si do të dalë i vyshëm dhe i mençur. Ç'është e fëmisë është amanet i madh. Hidhja ti dashuri, hidh në konceptin e tij mëshirë, hidh dëmshuri, butësi dhe në të njëjtën kohë argëtojnë i fëmit. Islami e kam me merak këtë pjesë, edhe Jakubit alayhis salam, po ta shikosh me vëmendje në Kur'an, kur e mashtruan fëmijët e vet që dojshin me evra Jusufin, çai i than, ishte në moshën 12 vjeçare, i than babai jon, na i jep Jusufin, ndali me ne, të loz,
Dhe profetët e kanë ditë që i madhi Zot i jep hakun çdo njeriu sipas moshës që ka. Dhe kur i thanë ta marrim, ta argtojmë dhe të lozim me ne, tha merreni. Sepse e kanë ditë profetët e Zotit që fëmijës do t'ja japësh edukatën sipas moshës që ka. Jo vetëm lexim, jo vetëm bërtitje, jo vetëm mësim, por jepi atij të lozit, të argtohet sipas moshës që ai ka. Po në të njëjtën kohë, kur shikoj babain edhe nënën e vet që janë të mëshirshëm me njëri tjetrin, të butë me njëri tjetrin, dhëmshëm me njëri tjetrin, kjo është edukata që instalohet nga ana psikologjike në subkonsciencën e tij, shpirtin e tij, zemrën e tij, mendjen e tij, jetën e tij, dhe ai shkëlqen pastaj. Këto janë fëmijët që kemi ne dëshirë. Po fëmijë kot që s'dim për çfarë jeton, fëmijë që s'ka si qëllim, fëmijë që s'ka si kuptim, fëmijë që ka veset e sotme shikon vetëm femra, djali dhe femra rritet me edukatën e makinës bukur dhe floririt dhe ari dhe argjendit. Kjo është kot, kjo është humbur shkollën kot, kjo është shpresësh ditën që do shkosh ke i madhi Zot, se s'ka si kuptim tjetër. Po vedi Muhammed alayhis la ilaha illallah. Muhamedi alayhis salam e mori Hasanin dhe e puthi. E puthi nipin e vet. Dhe aty ishte i beduin, i pa edukuar. Kishte ardhur nga larg. Tha u i dërguar i Zotit. Tha fol. Tha 9 fëmijë kam. Po, tha 9 fëmijë. Ti e puth Hasanin, tha, asnjë se kam puth. Asnjëherë gjithë jetën. Tha profeti alayhis salam, giganti i madh i koncepteve të Zotit gjithësisë. Tha men la yarhamu la yurham. Tha kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Fe subhanallah al-azim. Me e puth fëmijën që e kam shirë pra. Me janë ndjerë aromën e këndshme që ka fëmija që e ka islam pra. Se kur e puth fëmijën, i ndjen aromën e veçantë që e ka çdo fëmijë, që s'krahasohet as i trënda filmeta, as i dordorant ku do në botë. Ta përgjafoke, ta riske me mëshirë, tha kush nuk mëshiron, nuk do të mëshirohet. Ky është themeli i Islamit. Sot vun njerëzia vetëm për kësaj, se nuk janë të mëshirshëm, se po i shitet drogën, po i shkove dhe prek ndergë nëna ke motra. Nuk mundesh dot ti të gjesh mëshirën e të Madhit Zot. Ruju këtyre ti shohësh mëshirë të madhe që derdhi i Madhi Zot këty. Ai shumë shkoi mëshira tek profeti alayhis salam, tek profetët më përpara, tek njerëzit e devotshëm, tek njerëzit e sinqertë në Islam, sa i ditë po u falte. Duke u fal u vënu në sejdë shumë. Në sejdë. Dhe njëri nga shokët e vet zduroi më tha mos i ka ndodhur gjë profetit. Thotë ngrej kokën me pa, çfarë shikoi? E shikoi thotë që fëmia Hasani apo Hyseni apo mbesa e vet kishte hipur sipër shpinës profetit, u fal me namaz, me xhamat, me gjithë besimtarët, me gjeneratën më të mirë sipërfaqen e tokës. Duke u falë dhe profeti kishte fëmin thot mbi shpinë. Unë e parë që ishte mirë dhe vazhdova tha ula kokën, vazhdova namazin sejdë, që në fakt nuk lejohet. Po nga meraku për profetin. Thot vazhdoi dhe pak profeti alayhis salam, pastaj tha Allahu Ekber, dhe u ngret nga sejdja dhe vazhdoi namazin dhe dha selam. Dhe e pyet njëri nga xhamati, tha, o i dërguar i Zotit, tha u trembëm, tha, ç'ishte e sejdë gjatë, apo ndryshoi namazi u zgja. Jo, tha, fëmia, nipi im kishte hipur, tha, në shpinën time, s'desha t'ja ndaloj lojën atij. Qa mendove ti të begatofti i Madhi Zot që profeti jot i dashur edhe namaz farz me xhamat nuk u ngrete nga sejdë për ta arktuar nipin e vet, dhe ti si musliman dhe muslimane po bën çdo gjë tjetër si arkton dhe si kënaq që nuk i çon lojra fëmijët e tuaj. Kështu është formu individi në Islam. Këtu dolën gjenit për i muslimanëve. Këtu dolën dietarët për muslimanëve, këtu dolën shkencëtarët për muslimanëve. Se gjithë njerëzit 7 miliard që janë aktualisht janë gjithë gjeni, veset nuk i lënë me ec përpara, mos edukata nuk i lënë me ec përpara, mashtrimet që i bëjnë nuk i lënë me ec përpara, shejtanesket që i vinë çdo ditë nga shejtani mallkum, ai nga gjeni që është bëhet pengiveseve, ai nga gjeni se çdo njeri ka dhuntit e veta, ai bëhet barr për vetën e vet me vese, bëhet barr për familjen me vese, bëhet barr për shoqërinë me vese. Çdo njeri është gjë e madhe se sa i krijoi Zoti atë njeri, ai është gjeni, ai ka dhuntit e veta, mirësinë e vet, shpirtin e vet, dinjitetin e vet, moralin e vet, lirinë e vet. Ky është njeriu. Ne kështu e vlerësojmë njeriu se kështu na ka mësuar i Madhi Zot. Ne nuk e nënvlerësojmë njeriu, ne nuk thëna s'ka problem me ishit drogti, se janë bosh shumë 7 miliard kanë botë. S'ka problem me i vraca atje se janë bosh shumë. Jo, ne themi çdo njeri që lind njeri, lind krijesë më e madhe të Madhit Zot dhe ai do vlerësuar maksimalisht. A don ti me shpëtu fëmin të bish rahat? Mu personalisht më thojnë, u knaqja edhe kur isha këtej që lëviza pak në Europë. Thanë të begatofti i Madhi Zot se fëmit më shumë për të një gjëjnë ty se sa ne. Sepse është e vërtet që
O shumë e thjesht. Ti si babë, si nën, ke i kufi. Gjithë ditën ti thusht i boje kështu, kurse fëmijës po ja edukove mjaltin e Islamit. Po ja shpjegove qartë dhe bukur jetën e profetit. Po i kuptoja i perlat e mdhaja të saj feje madhështore. S'ka nevoj t'i rishti si çekiç baba gjithë ditën, me herë me dhunë, herë me të bërtitur, herë me shamat, herë me të keqe, herë duke e joshme në i diçka. S'ka nevoj fare se po i ngjitja ti Islamin shpirt, ka nevoj vetëm për i fjali. Kush është fjalia e madhe, e artë, e mrekullueshme, e bukur, e ngjëllore, thoj birim, ka thonë kështu i madhi Zot, dhe mbaroj se ja ke mbush shpirtin, i bindet ai Zotit gjithësisë. Mos u lodh më ti. Lodhja jote është një investim. Lodhja jote është t'ja mësosh Islamin real. Lodhja jote është t'ja mësosh mjaltin e Kur'anit. Lodhja jote është t'ja shpjegosh genialitetin profetik, moralin e tij, mëshirën e tij, paqen e tij, zgjuarsinë e tij, pastërtinë e tij, bukurinë e tij. Kur t'ja mësosh ti këtë, mos u lodh më pastaj. S'ke nevojë ti më u lodh shumë, ti vetëm i thu biri im, bija ime. I madhi Zot për këtë çështje ka thënë kështu, dhe ai e don të mirën tonë, dhe ai nuk na don të keqen neve. Dhe ka mbaruar, zbatoi fëmia, shpëtoi njerëzia. Sot në të gjitha format, në të gjitha mënyrat nuk hecën, sepse sistemi hyjnor kur ngjit me shpirtin gjërat bëhen thjeshta. Pse ne që jemi sot këtu, ç'a mendove ti të begatofti i madhi Zot, kush na pa neve, kush na mundsoi neve me fol Zot minber xhamis, kush ju begatoi juve që jeni prezent në xhami, pse të kishim qenë në jashtë Islamit, vetëm i madhi Allah e din çfarë skutash të errësirave, të pasioneve dhe të këqija ne do ishim. Duke na udhëzoi i madhi Zot në Islam, u largum nga veset për t'u afruar në botën e virtyteve, u largum nga errësirat e ignorancës për në botën e diturisë, u largum nga shejtani mallkum për ndritën hyjnore, dhe sot na është bërë mund që ne që të flasim për sundusin e gjithësisë. Imagjino gjithë secili prej nesh ju begatofti i madhi Zot që jeni në xhami, të kishim ngel pengi drogës, të kishim ngel pengi veseve të këqija, as s'do na kishte shkuar mend me ardhmë herë në xhami me dëgju mirësitë e Islamit. Prandaj falënderimet Zotit gjithësisë, po kjo është gjë që s'mbahet për vete, kjo do shpërnda. Dhe në veçanti mësoja fëmijëve Islamin, se ato do të bëhen perla dhe të mirë. Do të themi diçka të fundit. Mos u mërzit. Ka raste që ti përkushtohesh, raste të veçanta ja. Po edhe këtë ja vlen ta themi. Dhe ty të rritet fëmia s'deli mirë. Mos u mërzit. Ty çdo sekond, la ilaha illallah. Ty çdo sekond, ty çdo minut, çdo orë, çdo ditë, çdo javë, çdo vit, gjithë jetën. Kompletat situatë kohore që ti u përkushtove për fëmijët i madhi Zot ta ka pagu. Doli i keq, se i kanë dalë profetëve, raste të veçantë, shumicat kanë dalë perla. Po si Nuh alayhis salam, u përkushtua se i madhi Zot. Çdo sekond, deri ke ushqimi, deri ke pija, deri ke dashuria, deri ke mëshira, deri mos u çudit ke përgëdheljet, ke marrja aromës fëmis, kalimi i kohës me të, durimi për të rrit ai, ato ti kënaqësi të begatofti i madhi Zot që ti le anar, sepse ty kur kishe fëmijë të vogël s'tu kriju mundësia me dalë herë me bashortën, mos u mërzit se i madhi Allah do t'i pagoj. Po, ka thonë kush i rrit 2 vajza dhe i nxjerr ato në moshë madhore, profeti alayhis salam. Tha kush i rrit 2 vajza dhe i çon ato në moshë madhore dhe dalin ato në jetë, se ka që ramaneti. Tha do jetë në xhenet dhe tregoj me 2 gishtat kështu. Tha do jetë në xhenet kështu me mu. Njët. Profeti në xhenet Firdeus, edhe ky në xhenet Firdeus. Profeti me begati pafund, ky afër profetit alayhis salam, se i rriti fëmit. Shkoi njëra, një heroin, një nanë e madhe, në kohën e profetit alayhis salam, dhe trokiti ke dera profetit. Dhe profeti sishte aty. Dhe hapi derën bashortja Aisha radhiyallahu anha. Kur shikoi një nën, u dukshin shenjat e varfrisë dhe i kishte 2 vajza të vogla. Tha Aisha, çfarë kërkon? Tha na i ndim. Ndim. Tha Aisha, shikoj çfarë kam. Shikoj. Dhe gjeti në shtëpi vetëm i hurm. Të begatofti i madhi Zot, merre këtë në këtë xhuma,
Ka thonë bashkëshortja e profetit alayhis salam, kalojshin 2 muaj në shtëpinë tonë dhe nuk u ndiste asnjëherë zjarri. I thanë me çfarë jetoshit? Tha me hurma dhe me ujë. Pasuria ishte aty e shtetit islam, profeti nuk e preku asnjëherë. Kalojshin 2 muaj, nuk u niste zjarri, jetojshin me ujë dhe me hurma, por ti tregua i botës e cila sot nga gel në klasë që duan ta akuzojnë për ndonjë diçka, që ai ishte i sinqerti i madh për profecisë, se i person që kalon muaj tëra vetëm me hurma dhe me ujë duke sakrifikuar për një mision, ai është i sinqerti dhe i vërteti. Jo u martu ma ishen këshu, jo po martu me Khatijën këshu, dun me hudë dyshime ke musliman njerëzit që kanë ngel në klasë në informacionin islam. Gjeti vetëm i hurmë shpi, kjo ishe shpia profetit alayhis salam. E keni pa në jërë sot se e tregojnë, qarkullon, i shpi thjesht fare, edhe shtratin se ka pas sine, ka pas në tokë. Ky ishte Muhamedi alayhis salam. Kur e pa Omeri i herë, ishte shtrinë i shtrat, aq të fortë sa ishin bërë shenja në trupin e tij. I tha, o i dërguemi i të madhit Allah. Tha Kisra dhe Kajser, 2 perandorët më mëdhtë botës, notojnë thanë më ndafsh dhe në pasuri. Tha lutjo Allahut madhnushëm. Profeti alayhis salam u ngrit nga veni, tha Omer apo dyshon? Tha leja atyre disa aspekte të kësaj bote. I madhi Zot do na japi xhennetin. E tha këtë për të treguar që ai ishte i sinqertë i madh, si kishte mundësi dhe ai të notonte në Flori dhe në Are dhe në Mëndafsh, pa i kishte misionin e madh, dhe ai shpalli botës bukurinë e madhe të Islamit. Dhe Aisha i dha vetëm i hurm. Qa i bëri çudi që u prek dhe emocionu, tani ai kishte uritur vetë, edhe 2 vajzat i kishte uritur. E ndau atë urmën e vogël në 2 shtja dha 2 gocave, 2 vajzave. Edhe vetë nuk hëngri asgjë. Ai ishte si ngelin mend, ngelin memorie. Kur u kthy profeti alayhis salam, tha i dërguar i Zotit, du me tregu diçka. Tha çfarë? I nën, tha kështu. Në fund fare tha ndau hurmin dhe ja dha vajzave të veta. Pra i vepër shumë e madhe. Tha dëgjoj, asnjë nën, asnjë prind nuk do të bëjë kështu veprash për fëmijët e tyre, vetë se do t'i bëhet pengesë për mos shku kurrë në zjarr të xhenemit. Pse e them këtë? Do ta paguajë i madhi Zoti çdo gjë që bën për fëmijët. Nga veprat më të mira, më të vyera, më të mrekullueshme që bën një musliman dhe një muslimane, një nën dhe një baba, një bashkëshort dhe një bashkëshorte është që përkujdeset për fëmin dhe sido që dali dhe të shkojë puna, këtë ja ka paguajë i madhi Zot dhe qëllimi kryesor dhe i fundit që përmendja ju alladhina amanu qu anfusakum alaykum nara. Tha a doni familjet shëndosh, është ajo që ruan veten dhe familjen nga zjarri i xhenemit. Vlla dhe motër begatofti i madhi Zot nëse se edukon fëmin e lën mëkate, lën harame dhe shkon ti dhe familja në xhenem, fitu kur gjë ke humb për jetësin. Nëse ti e bën një familje të shëndosh, shkon ti dhe familja në xhenet, kjo është mrekullia më e madhe. Kur afrohesh ke bashkëshortja, përmend Zotin, merri bashkëshort dhe i bashkëshortet mirë, i bën kurbanin, sadakan, mshir, rahmet, gjitha këto që i tham. Po ti vet kush je ti? Po ti i bëre gjitha këto, po ti vet në shembullin tënd. Nëse ti je i baba dhe i nën e mirë, do t'i shkoj rrezatim dhe mirësi fëmis. Gjithë këto që tham kthehen nga esenca, nëse i madhi Zot shikon ty si i devotshëm, i mirë dhe të ka nga dashurit e tij, begatia i shkon pafund fëmijëve. Në surën Kehf, o kana abuhuma saliha. Ai kishte vdek dhe kishte shkuar i madhi Zot, po ishte i dashur i Zotit, kishte thonë ti lej fëmijët amanet o Zot, dhe thotë e rujti Zoti fëmijët e tij, se babai kishte qenë njeri i mirë. Pra babai dhe nëna e mirë rrezatojnë mirësi për fëmijët, e inshallah me e fol është e thjesht. Me fol është e thjesht. Me këtë problematikë që ndodh për ditë, e vështirë është. Unë kam për borxh, unë para se marrë në gjuma mendoj për tema që tjetë sa më aktuale. Një orë i shkoj hoxh, edhe me këtë e mbyll përfundimisht. Shkoj kështu edhe për Ramazan mas ikinie. Po duhet me e qëllu temën me pas kujdes, pa i me njetën e mirë. Nuk ka emër, është një gjumë me kështu, s'du me fyja s'kënd. Tha, dëgjoni sot xhamat, ishte ikini, vape madhe, njerëzit ishte muj Ramazani. Sot tha, do t'ju flas juve thellë, gjerë dhe gjatë për ushqimin dhe pijet e xhennetit. Tani imagjinoj gjithë shturit edhe kishin netje. Edhe i tha do t'ju flas, e filloi fruta, mirësi, ujë i freskët, lumenj që rrjedhin, xhamati subhanallahu duke ik një nga një. Apo një tjetër, shkon në xhami, ishin 10 pleq, nga mosha 70 deri në 80 vjeç. Ai ishte me i fshat. Dhe i hypi mimber xhami sa sot kam ju të rëndësishme shumë. Gjithë të menue begatofti madhi Zot aktuale. Gjithë ishin 70 deri në 80 vjeç. Sot do flasim tha si respektojnë prindrit. 20 vjet kishte gjithë secili që i kishte vdek baba e nana.
أقول ما تستمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إلينا أحسن الكلام يبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام. Falenderojmë shumë të madhin Zoti qofshim fal dhe e lutim me shpirt edhe me zemër të na I falë gjitha gjinave të jetës. I madhi Zot na fal neve, prindrit tan, familjet tona dhe gjithë umetin e Muhamedit alayhis salam. I madhi Allah fali dhe mëshiroj dhe begatoj baballarët edhe nënat tona. Ato që janë këtë botë, I madhi Zot mbuloj me të mirat e tua, ato që kanë ndruar jetë ndriçoja shpirtin ku e kanë. I madhi Zot na jersimon, I bët moralshëm, fali dhe mëshiroj të rinjtë dhe treja tona. I madhi Zot lutemi me shpirt na I bën fëmijët tan dietar hafiz Kuranit famlart. Na I ruaj I madhi Zot ato nga çdo e keqe. Na bot vdesim si devotshëm me fjalën la ilaha illallah dhe ti në ato çaste ti je I kënaq me ne. I madhi Zot na jep xhennetet e Firdausit, na ruaj nga zjarri I mërshëm I xhenemit. Vëllezër motra të nderuara, tani në fakt më lajmëroi muezini për sa qenë tema tamam. Vetë muezini është bë me ideal Uwais, ja ka vënë emrin Uwais. Po edhe hafizi që kemi ne këtu që zakonisht ai I mban namazet se ka zot bukur, sunduesi gjithsesi ka dhënë dhe atij ideal. Ai e ka quajtur Enwar. Uwaisi është ai I famshëm nga tabiinët që nga më të devotshmi tha profeti, Enwar do thotë I shëndritshëm, emra me të vërtet bukur, po mbi të gjitha Allahu I boft hajrit ato. Dy vëllezërit kanë sjell disa llokume, edhe ju inshallah kur ti shijoni ato me I bëj dua që Allahu t'i bëj Uwaisin dhe Enwarin nga të devotshmit, po edhe fëmijët tan, po edhe neve na çoft gjithëve në xhennetet e Firdausit. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Qimus salah.